20 vite vizion, përkushtim dhe inovacion në shërbim të shikimit të qytetarëve tanë. Ishte viti 2005 kur dy profesionist vizionar, Dr. Minir Hasani, Dr. Talat Gjinolli, hodhën themelet e asaj që shumë shpejt do të bëhej një nga institucionet më të rëndësishme të oftalmologjisë në Kosovë, Klinika Gjermane e Syrit. Me një ide të qartë dhe një mision të fuqishëm, të sjellin shërbime të avancuara për shëndetin e syve, duke shmangur nevojën që qytetarët të kërkojnë trajtim jashtë vendit. Që në ditët e para, këtij vizioni i u bashkuan me përkushtim Dr. Valbon Ajazaj dhe Dr. Afrim Shabani, të cilët edhe sot vazhdojnë të jenë shtylla kyçe të këtij rrugtimi. Një ndër figurat kyçe të këtij zhvillimi, Dr. Minir Hasani, i cili ka qenë promotor i sjelljes së teknologjisë laserike dhe kirurgjisë refraktive me lente në Kosovë. Ai jo vetëm që ka udhëhequr personalisht operacionet me laser që nga viti 2005, por ka qenë i palodhur në sjelljen e risive teknologjike dhe ngritjen e standardeve në oftalmologji. Kontributi i tij ka pasur ndikim të jashtëzakonshëm në zhvillimin e kirurgjisë moderne të syrit në vend. Në po atë vit, klinika nisi operacionet me laser LASIK në udhëheqjen e Dr. Minir Hasani, duke përdorur teknologjinë LiDAR Wave 4000, si dhe ndërhyrjet e para në retin me teknikën 20G në udhëheqjen e Dr. Tamer Tandogan, një hap gjigant për oftalmologjinë vendore. Po ashtu, u realizuan operacionet e kataraktës me metodën phacoemulsification. Periudha 2006-2010 shënoi një fazë të rritjes të shpejtë dhe avancimit të shërbimeve. U prezantuan teknika të reja për diagnostikim dhe trajtim, si implantimi i thjerrzave premium, injeksionet intravitreale të Avastin, trajtimi i keratokonusit dhe shumë procedura të tjera që në atë kohë përfaqësonin standardet më të larta ndërkombëtare. Në vitin 2008, me ardhen e prof. Gabor Sharioth, nisën operacionet e retinës me teknikën 25G dhe ndërhyrjet antiglaukomatoze, kanaloplasti, trabekulotomi, implantim i lentes SML, zbulim i prof. Sharioth, të cilat ende mbetën procedura që kryen rrallë në klinika tjera evropiane. Nga viti 2012, me hapjen e klinikës Simotër në Tiranë, filluan intervenimet femtolasik, femtokatarakte, corneal rings, transplantet e kornesë. Në 18 vjetorin e themelimit, klinika prezantoi një tjetër risi, lentet multifokale Clearon Panoptics, që përmirësojnë shikimin në të gjitha distancat, si dhe terapinë më të re Vabysmo, për trajtimin e degenerimit makular dhe edemës makulare diabetike. Sot, në 20 vjetorin e saj, Klinika Gjermane e Syrit mbetet simbol i profesionalizmit, përkushtimit dhe inovacionit në Kosovë dhe më gjerë. Me një staf të kualifikuar dhe pajisje të gjeneratës më të re, klinika vazhdon të jetë një adresë e besueshme për të gjithë ata që kujdesen për shikimin e tyre. Ky përvjetor është një moment reflektimi dhe mirënjohjeje për 20 vite përkushtim në shërbim të shëndetit të syve në Kosovë. Në këtë rrugtim, klinika ka sjellë risi të njëpasnjëshme në kirurgjinë oftalmologjike, diagnostikimin e avancuar dhe trajtimet me lazer, duke përmirësuar drejt për drejt cilësinë e jetës për mijëra pacient. Ky përvjetor nuk është thjesht një numër, është një dëshmi e besimit të ndërsjell mes pacientëve dhe profesionistëve, një histori suksesi që vazhdon të shkruhet çdo ditë. Të moshuar fëmijë, të rinj e të reja, breza të tërë nga e njëjta familje, janë bërë tashmë pjesë e pandashme e Klinikës Gjermane të Syrit. Shëndetin e syve ja kanë besuar gjithmonë edhe shumë figura publike, stafi ton profesional të oftalmologjisë.
2 dekada së bashku, por vetëm një mision. Të jemi vizioni juaj i qartë, shëndeti juaj i plot, lehtësimi i çdo vështirësie, zgjidhja e çdo problemi. Klinika Gjermane e Syrit, për ju dhe me ju, Juran Shikim të Pastër.